Përshëndetje të mirë të mi, kudo që jeni, ju uroj të arua një vit sa më të mbar dhe kemi nisur një vit plot emocione, plot gjallëri, plot manifestime dhe plot mirësi. Kemi nisur një vit të ri më të buzëqeshur. Ky vit është shumë i bukur, është një vit plot surpriza, do t'i shikoni gjatë rrugës, por do dëgjoni dhe shumë tinguj nëpërmjet situatave që do të ndodhin, qeverive që do të ndodhin, por edhe gjërave emocionale. Shenjat kardinale janë shenjat që do jenë deri në datën 29 të qershorit, sidomos gaforja, që është Jupiterin gafore, do vrapojë pak sepse ka pasur një ritëm shumë të ngadaltë të situatave në jetën dashuri, por dhe shenjat e tjera të gjitha së bashku shikoj që kanë ngadalësuar atë ritmin e ditës, apo të jetës, apo të vazhdimsive të tyre, por me sa shikoj dhe sa ndjej dhe sa energji kanë ardhur, aty më është ngritur një si piramid, do të thosha, dhe aty do të thosha që ka gjëra shumë të reja që ne do dëgjojmë dhe do shikojmë dhe do çuditemi me veten tonë si do të ndodhin këto gjëra. E prekin Shqipërinë, ta dini. Të gjitha gjërat që do të ndodhin do preket Shqipëria, do prekemi ne si popull. Por bëni kujdes fëmijët tuaj, sepse ka shumë gjëra që do të ndodhin në të ardhmen. Okej? Ja shumë gjëra që do ndodhin. Gjithsesi, unë nisa me datën 2 janar, ditën e sotme, në fakt kam hedhur këtu 6 letra, i kam në dorë, i kam parë çfarë janë, dhe dua të interpretoj një nga një këto 6 letrat për ju. Gjithashtu kam ndezur për të gjithë ju. Kam ndezur për të gjithë kënd kudo që është. Një qeri, duke ju bekuar, duke ju dhënë energji, forcë dhe besim në vetvete, sepse shumica nga ne për këtë ka nevojë. Ka nevojë për besim në veten e vet. Por gjithashtu të keni balancë, një prosperitet dhe të keni një emocion transparent për çdo që të keni përpara. Gjithsesi, pa humbur kohë, unë po vazhdoj me parashikimin e letrave. Letra e parë na ka rënë krye priftëresha, na ka rënë kokposhtë, na tregon që intuita e juaj për ditën e nesërme, intuita për ditën e nesërme, në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën tuaja, është disi e bllokuar. Ose nuk po dëgjoni çfarë po ndodh, ose dikush po të mban shumë sekrete dhe mos komunikimi me atë person të bën ty të ndjesh thellë brenda vetes tënde. Kjo është diçka që ty tani të tregon që të ecësh përpara, sepse burri i varur të tregon një periudhë pezullimi nga kjo marrëdhënie. A ecën përpara kjo marrëdhënie, as ecën, as mbaron. Njëri prej jush të dy po pret dhe po sakrifikon veten. Dhe shikoj që kjo është një situatë nga një këndvështrim tjetër për disa. Por, për të kuptuar çfarë do bëj ai, na erdhen 7 shpatat. Do me thënë që këtu shikojmë mosbesim, shikojmë fshehje, shikojmë mendime, ndjenja. Është një jeti tani aktualisht që nuk pret më, po iki nga kjo marrëdhënie, po iki nga ky emocion, nuk mund të pres më këtë person të vitë të më sqarojë, të më thotë çfarë do bëjmë. Ose më saktë jep duke u larguar nga një shpjegim që e ke pritur prej kohësh dhe nuk të ka ardhur. Dhe tani ti po largohesh pa shpjegim nga personi jot, sepse ai aktualisht të ka vjedhur emocionet. Gënjeshtra të vogla, por aty ka të bëj me frikën ose me tradhtin. Me sa pam këtu, pam që krye priftëresha, është një bare rëndë për ju, dhe me sa shikojmë këtu, shikojmë që ju aktualisht mendoni gjërat ndryshe për veten tuaj. Sepse 7 shpatat tregonte qartë fare që këtu shikojmë që kemi një pezullim të përkohshëm. Kemi një pezullim të përkohshëm. Me sa shikojmë këtu, shikojmë që juve aktualisht nuk keni dëshirë më të diskutoni më gjërat e shkuara, sepse
ai të ka marrë kohën, të ka marrë unë si tarë do të thosha që ke duruar mjaft, ke vëzhguar mjaft, je bërë shumë e kujdesshme për veten tënde dhe gjej një punë që të merresh apo gjej diçka që të thotë çfarë duhet të bësh tani tutje. Okej, sepse kryepërtëresha përmbysur kokë poshtë tregoi që intuita jote për dashurinë është e bllokuar, tregoi që ti aktualisht nuk po e dëgjon këtë intuit, tregoi që ti mund të kesh sekrete me këtë person, okay? Tregoi që në këtë marrëdhënie me burrin e varut, në këtë marrëdhënie tregoi që ti po sakrifikon madje shumë, por kjo është një njeri që të ka vjedhur emocionin, një njeri që të ka vjedhur dashurinë. Dhe ti aktualisht jeton në gënjeshtrat e vetes tënde, do të thonë vetë me veten tënde po gënjen. Pra, këtu shikojmë që ke ngarkesa shumë të mëdha, me 10 shkopind, ke ngarkesa shumë të mëdha. Shikoj që në këto ngarkesa aktualisht po përpiqesh jashtë mase në këtë marrëdhënie të lodhur me përgjegjësi familjare, sepse shumicën e kemi familjar, nuk e kemi vetëm beqar njerëzit. Këtu më tregon që je shumë e mbajtur dhe kjo më tregon që të vjen dhe kjo letër që është një barë e rëndë që ti aktualisht me 10 shkopind po e mban, është një punë dhe një përgjegjësi shumë e madhe për ty, sepse e tham që mund të jesh dhe nën, por The Lovers të tregon që je në qendër të një zgjedhjeje aktualisht dhe kërkon të jesh në harmoni, në bashkim të vërtet me këtë person. Por letrat, si shikojmë letrat në dashuri që flet thellë, sepse kemi dhe letrën e vdekjes aktualisht këtu, të tregon që thellë ti je duke transformuar, je duke nxjerr krahët e tua, je duke marrë një vendim për veten tënde. Jo dëshmërisht se kemi një ndarje fizike, jo, por është një marrëdhënie vjetër që ka probleme, ka fshehje, ka barën e viteve që keni, dhe këtu shikoj që ju aktualisht jeni duke rilindur, jeni duke krijuar një shëndet të plot me veten tuaj. Pse po e them kështu në këtë lloj mënyre? Sepse energjia aktualisht që kishim 7 shpatat, ku vajtëm? Këtu, në 7 shpatat, ke buri varur që kemi këtu në të, ndoshta njëri prej jush po i fshen ndjenja të fortë. Mbase mund të largohet në fshehtësi ose ka frikë të tregojë ty një sekret. Megjithatë, energjia e poshtme tregon që po transformohem, po tregon që një energji shumë të madhe pozitive po kërkon ti, sepse të 10 shkopin tregon që është një barë e madhe emocionale në jetën tënde. Okej, dhe këto shkopin nuk janë të lulëzuar. Këto shkopin nuk më tregojnë një përpjekje. Okej, sepse lodhja ke folur me atë person, një lodhje tepërt emocionale, po arrin atë kulmin që ti po vazhdon, pavarësisht problemeve që mund të kesh, ti vazhdon të jesh aty akoma. The Lovers tregon që ke potencial për një dashuri të vërtet dhe harmonike. Ky vit me sa shikoj unë, kërkon një zgjedhje nga të dy palët. Letra e vdekjes të konfirmon që duhet të mbyllet ky kapitull i vjetër. Mos ketë më mosbesime, mos më ketë më fshehje, mos ketë më që se do lindë diçka. Nëse lind diçka, duhet të lind nga ju të dy. Kjo marrëdhënie me këtë situatë që është aktualisht për ditën e nesërme, shikoj që ju do arrini një pikë kthese. Është koha të flisni hapur, është koha të hiqni maskat, është koha të mos lodhni me njëri tjetrin. Është koha mos qëndroni pezull ju vajzat e reja që qëndroni nga personat që investoni energji. Investoni energji, sinqeritet, por duhet të transformoni, të bëheni më të qëndrueshme, të kërkoni hapësirë dhe liroj rrugën tënde të vinë një person që është i mirë. Do kemi martesa vajza si vjet, do kemi fejesa, do kemi njerëz që do hyjnë për të qëndruar në jetën tuaj. Prandaj mos i mbyllni rrugët tuaja. Unë e di që ti ndihesh sikur mban një barë të madhe me 10 shkopin, por duhet të vendosësh kufi. Dashuria është reciproke, zemrat e mia. Dashuria është që pavarësisht se ti ke duruar pafund. Okej, ke duruar pafund. Përdori këtë kohë për të qenë për të rifreskuar mendjen. Çfarë kërkon ti dhe çfarë dëshiron ti? Ju përshëndes. Ju uroj një dëgjim të këndshëm dhe kudo që jeni,